Në përshkallëzim në tyre të djeshëm në një akt urrëtie të pa përmbajtur, janë hedhur në oborrin e selisë Partisë Demokratike sasi të mëdha gazi lotësqellës dhe bomba tymuese. Ky përbën një agresion të hapur ndaj selisë Partisë Demokratike dhe pluralizmit. Në këtë rast, ju kërkoj të gjitha degëve të bëjnë rikondicione e plot të selive të Partisë Socialiste në çdo rreth. Dhe garantoj Edi Ramën se sulmet ndaj selisë Partisë Demokratike do sjellin sulme asgjësuese për selitë e Partisë Krimit në të gjithë territorin e vendit. Ndaj dhe hiqdor nga aventura dhe provokimi i ulët, ne betejën e kemi me Edi Ramën si kryeministër i krimit, si kryetar i organizatës kriminale, por nëse ju sulmoni selinë e Partisë Demokratike, Partia Demokratike do të përgjigjet ju ashtu siç e meritoni.